Drama e largimin nga fshatrat e Dibrës ka prekur më së shumti arsimin. Në shkollën e ciklit të ulët arsimor në fshatin Rreth Kal të Dibrës dikur mësonin mbi 30 nxënës, por sot nuk ka asnjë. I vetmi fëmijë që frekuenton këtë shkollë është në Kopësht. Ish mësuesi Lazim Dishi tregon se në këtë shkollë dikur bëhej mësimi rregull pasi kishte shumë nxënës. Megjithse për këtë objekt u harxua miliona lekë për rikonstruksion, Dishi shpjegon se vetëm një fëmijë kopshti e frekuenton pasi nuk ka asnjë fëmijë në fshat në ciklin e ulët, por vetëm në ciklin nëntëvjeçar, të cilin e bëjnë në shkolla të tjera përreth fshatit. Për ish mësuesin Lazim Dishi, kjo është drama më e madhe që po i ndodh vendit ton, ndaj edhe institucionet duhet të gjejnë mekanizma për të rikthyer jetën në fshat si dikur. Pa shumë vitesh që ka pas mbi 30 nxënës, ka pas dhe mësues shumë të përgatitur. Mirë po, sot ka me të pas një nxënës ke shkollë, po edhe kopshti funksionon, nuk ka fëmijë, vetëm një prind bie një fëmijë të veti këtu. Po edhe fëmija, edhe një fëmijë me një edukatore. Qysh të bësh? Kështu u bë këto punë. I kërkon nuk funksionon, kërniqon, se fëmijët duhet të bëhet punë nga njësi administrative, nga krye plaku, nga përfaqësues lagjive, nuk punohet, sa duhet. Të njëjtin fat në fshatin Rreth Kal kanë edhe shumë fshatra të tjerë të Dibrës që kanë shkolla të mbyllura totalisht ose në rastin më të mirë të hapura, por me shumë pak nxënës.